Sot në këtë sallë nuk do duhej të jemi për të prodhuar narrativa e fajtor artificial, po për të diskutuar zgjidhje potenciale. Jemi vetëm 3 ditë pas kur qytetarët e kësaj republike e kanë ndjerë drejt për drejt mbështetjen e shtetit, ndërsa dhe sot e tutje u diskutua e u përmend për pakon e radhës kundër inflacionit në vlerë 200 milion euro. Paga e 13 për dhjetra mira punonjës publik, sot është fakt, mbështetja e vazhdueshme për qytetarët për kategori të ndryshme të shoqërisë, shtesat për fëmijë për lehona, subvencionet për bujqësit për fermert, mbështetje direkte për pensionist e student, paga minimale, masat për sektorin privat, të gjitha këto nuk janë zotime e premtime, por vendime konkrete të kësaj qeverie që prek çdo shtëpi të kësaj shoqërie. Janë para të shtetit që nuk përfundojnë në qarqe të ngushta të grupeve të fukishme, por përfundojnë aty ku ka më së shumti nevojë pra te qytetari. Gjendja aktuale e çmimeve të naftës nuk është produkt i vendimarrjes në Kosovë. Kjo tendencë nuk është e re, asgjë e re pra. E kemi parë shpesh herë situata që prodhojnë më shumë zhurmë se sa alternativë. Të mbërthyer në narracione të paqena, ata përpiqen të gjejnë fajtur të brendshëm për kriza globale. Edhe sot një konflikt i largët në lindjen e mesme po tentohet dhe provohet për të fajsuar qeverinë e Republikës së Kosovës, përderisa ndikimet ekonomike të këtij konflikti po i ndjejnë të gjitha shtetet e botës. Pashpangshëm që këtë ndikim e ndjen dhe Republika e Kosovës. Si vend që importon çdo litër naftë, ndikimi është i pashmangshëm. Qeveria e vendit po punon maksimalisht që ky ndikim të jetë minimal, duke marrë veprime e vendime të duhura. Përgjigjja jonë është se si ne reagojmë, jo si fajsojmë. Kërkesa për heqjen e TVSH-s apo aksizës mund të tingëllojë tërheqëse në sipërfaqe, por nuk garanton uljen e çmimeve. Përkundrazi rrezikon stabilitetin fiskal dhe dëmton kapacitetin e shtetit për të ndërhyrë aty ku duhet. Ajo që është e rëndësishme, qytetarët duhet të dinë se çdo gjë duhet të trajtohet me vëmendjen e nevojshme. Ftoj dhe mbështes çdo masë që adreson me prioritet grupet më të ndjeshme dhe ato me efekt të drejt për drejt zinxhiror në ekonomi, sikurse transporti publik, saktësisht linjat e autobusëve, bujqit dhe prodhuesit. Zgjidhja nuk është një masë e përgjithshme që shpërndahet, por ajo kërkon targetim të qartë. Nëse ndihmojmë fermerin, ulim kostën e prodhimit vendor. Nëse ndihmojmë transportin publik, ulim barrën familjare. Nëse monitorojmë tregun me seriozitet, mbrojmë secilin qytetar nga abuzimi. Çdo shqetësim qytetar duhet të trajtohet me prioritet, çdo vendim do të merret në funksion të mirëqenies së tyre, dhe çdo ndërhyrje duhet dhe do të balancojë 2 gjëra thelbësore: mbrojtjen e qytetarit si dhe qëndrueshmërinë e shtetit.